ka qenë me procedurë të negociuar pa publikim, të cilin e kam zhvilluar sipas ligjit që e përcakton ecurinë e këtij aktiviteti. Dhe kemi ardhur në fund me një kontratë të nënshkruar ka 2 palët. Ecuria e aktivitetit ka qenë që së pari kemi njoftuar KRPP-n lidhur me zhvillimin e kësaj procedure. Pastaj kemi vepruar ashtu që kemi përgatitur dosjen, ftesën dhe përshkrimin e çmimit. Përshkrimin e çmimit. Ja kemi përcjell operatorit ekonomik, të cilin kontrata i është dhënë dhe kemi ftuar që të dorëzoj ofertën dhe pastaj të zhvillojmë negociatat. Unë informatat për përcaktimin e operatorit ekonomik i ku marrë nga Ömer Dragusha. Lartësinë e garancionit ju kom drejtu iniciuesës apo shefës kabinetit të kryeshefit, pasi që ka qenë me procedurë të negociuar pa publikim, të përcaktoj vlerën e garancionit të ekzekutimit. A ju kujtohet sa ka qenë? Vlera ka qenë 10% e përcaktuar. Sipas njohurive t'juaja, në procedurat e mëparshme, qoftë të hapura, qoftë të negociuara, cila ka qenë vlera e garancionit e paraparë nga korporata juaj, respektivisht menaxhmenti i saj? Në atë kohë ka qenë 50%. Për procedurat tropëna. Pas nevojë si... Unë si zyrtar që jam nuk muj me vlerësu a ka posa nevoja jo. Do më thonë ka vendos nivellet më të larta. Po, ekziston zyra ligjore